Dhe pse kanë kërkuar ata, çfarë kushte kërkoj unë kam thënë, nuk kam kushte, por nuk e meriton votën time, sepse nuk e shku në Hag me vizitu njerëzit tanë. Ushtarët e ushtërisë shërbëtare të Kosovës nuk e ke bo veprimin e duhur momentin e duhur. Ndërsa sot deklarën e kom shkru një letër, hajde ma në burgun e Gërdovcit, e të mërshme. Kishte një deklarat pra sonte, pikrisht. Kam E të mërshme. afruar garancit. Zoti Kurti dhe të tjera deklari kështu, që i shkretët e UÇK-s të mbahen në Kosovë, le të jenë afër familjarëve. E ndëgjova. Zoti Kurti i bjen mend mas 5 vite ku është Hashim Thaçi, ku është Kadri Veseli, ku është Recep Selimi me Jakub Krasniqi. Si kryeministër. Në ditë krenares thotë se i kena dhënë 36 milion euro për avukatët. Plus kam pas një konferencë grupore me avokatë. Për mu, mas 5 vite ku të bjenë nërmen ty, i ku treni. Po letrën nga thënë që kishte dërguar vite më parë. Garancit që kishte ofruar. Nuk po do më marrë me çështje të cilat kanë hecë, ato janë e shkuar ai 2 deklarata që i dha sot në burgun e Kosovës në dinë ta majnë, dhe unë jap një garanci se ata nuk do të lëvizin të jenë më afër familjes. Kjo është ajo që ka dhënë gjitha dhe i kam dhënë 36 milion. Çka kanë bërë shtetet tjera që i kemi për rreth, që kanë qenë atje, çfarë ndihmë kanë dhënë, çfarë lobime kanë bërë për shtetin, çfarë lobime kanë bërë për mi mbrojt njerëzit e tyre? Cili është lobimi që ka bërë Albin Kurti për mbrojtjen e tyre? Si kryeministër? Cili është lobimi që ka bërë ministra e jashtme? Çfarë ka bërë ministra e drejtësisë? Këto janë organet. Çfarë ka bërë një rezolutë ka qenë gjendje me nxjerr kuvendin e Kosovës, me thonë, ata janë të pafajshëm. E ka lutë Shqipëria me quë. Miratoj një rezolut, ne e miratoj me njëri, e qojmë në për Këshillin e Sigurimit, Këshillin e Evropës, në Parlamentin Evropian, në për gjitha kancellerit. Nuk e ka bo. Çfarë ka bo pra? Po 36 milion ku do mu shmigjet për mi dhënë për avokatët dhe mi mbrojt. Ma shumë i këshim ljatë qytetarët, se sa i ka dhënë shteti për mbrojtjen e tyre. Ma humon janë të regu qytetarët. Ku do në përëndim? Për me dalë në mbrojtje. Sa i kushton një qytetare me shku atje në Hag me dalë në protest? Sa njerëz e 10.000 njerëz mas pakti kanë qenë në Hag? Mbrojtjet aty në blerave. Ndërsa kryeministri jonë i vendit, i nderuari Albin, nuk e shet arsyeshme edhe është i kënaqur me 36 milion për avokatët. Turp. Me re krah gjoks, me thonë, ne kina bo.